Sot e kam një prezentim shumë të rëndësishëm lidhur me një transmetim autentik, profetik, në të cilën përmbledhen edukata, morale, sjellje shumë të rëndësishme. Prandaj edhe titullin e kësaj ligjërate kam ndërtuar me Lera e të qenurit I dobishëm për njerëzit. Hadithi profetit Muhammed alayhis salam. Është një hadith që na tregon vlerën dhe rëndësinë e qenurit I dobishëm. Dhe se vërtet shpallja qiellore ka ardhur vetëm për dobinë tonë. Kur ta shikojsh, nuk ka ardhur shpallja qiellore për gjë tjetër vetëm se për shkak të dobisë. Se Allah I madhëshëm e ka krahazuar shpalljen e tij me shiun. E ne dim se sa I dobishëm është shiu. Madje nuk ka asgjë më të dobishëm se sa shiu për tokën. Nuk ka asgjë. Se pa shi, gjithë toka vdes, gjithë bimësia vdes, pastaj si rezultati I saj vdesin gjitha gjallësa. Kështu është edhe shpallja për shpirtin, ashtu siç është shiu për tokën. Pra shpallja ka ardhur vetëm për dobinë tonë. Si është ky tekst I hadithit, cilin do ta marrim sot? Thot pejgamberi alayhis salam, njeriu më I dashur tek Allah është ai që më së shumti u bën dobi njerëzve. Shikoni se si po ja fillon ky transmetim. Po ja fillon pikërisht me këtë synim që e përmendëm më herët. Njerëzit më të dashur tek Allah kush janë? Janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Me pak fjalë, pa filozofi. Kjo feja jonë është e lehtë, është e lehtësuar. Nuk ka ekuacione që nuk mund të kuptohen nga njerëzit në përgjithësi. Prandaj është edhe thjeshtë edhe lehtë edhe është natyrshmëri. Është feja natyrshme në të cilën Allah I ka kriju njerëzit. Pra njerëzit më të dashur tek Allah janë ata që u bëjnë më së shumti dobi njerëzve. Vepra më e dashur tek Allah është që ta fusësh gëzimin në zemrën e muslimanit, apo t'ia largosh atij një breng, apo t'ia largosh urinë, apo t'ia pagush një borxh. Të ecim së bashku me një musliman për t'ia kryer një punë është më e dashur për mua se sa të bëj itikaf në këtë xhami një muaj. Kush e mban mlefjen, Allah ja mbulon avretin, mangësit. Kush e përbin mlefjen, e po në qoftë se do të dëshirante, do të kishte mundësi ta zbraste, Allah këtij personi ja mbush zemrën me kënaqësi ndaj Allahut. Kush ecën me vllai I musliman derisa t'ia kryen punën që ka, Allah këtij personi do t'ia forcoj këmbët në ditën kur këmbët lëkunden. Me të vërtetë edukata e keqe shkatron veprën e mirë ashtu siç uthulla e prish mjaltin. Pra kjo është hadith I saktë transmeton Taberaniu, Bejhakiu e dietarë të tjerë. Tani ti futemi këtij hadithi në sqarim dhe në shtjellim. Cilët janë njerëzit më të dashur për Allahun? Ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Muslimani që është I dobishëm për të tjerët është ndër robërit më të afërt tek Allahu I madhëshëm. Shërbimi ndaj të tjerëve, ofrimi I ndihmës dhe mbështetjes për nevojtarët është shkak për të fituar dashurinë e Allahut. Është pozitë e veçantë. Allahu jep një pozitë veçantë atyre që përpiqen të plotësojnë nevojat e njerëzve. Por njerëzit më të dashur tek Allahu janë ata që janë më të dobishëm për të tjerët. Dhe gjithmonë do ta marrim edhe në shtjellim gjatë shtjellimit në vazhdim, gjithmonë një vepër që ka dobinë kolaterale është më e mirë se një vepër që ka dobinë individuale. Çka I bën kjo kolaterale? Nashte po shpreh na shumë akademikisht, ajo që ka dobinë më të përgjithshme. Më e mirë është një vepër që e ka dobinë e përgjithshme, se sa një vepër që vetëm ti përfiton prej saj. Ke parasysh? Për shembull, janë disa vepra që vetëm ti përfiton. Me agjëru vullnetare, me fal sunet, këto vetëm ti përfiton, dhe është gjë shumë e mirë. Mirë po kemi vepra tjera, më ndihmon njerëzve, më kry nevojat e tyre, kjo është dobia përgjithshme. Edhe gjithmonë vepra që janë me dobi të përgjithshme janë më të dashura tek Allah, sesa ato në të cilat vetëm ti përfiton.
Veprat më të dashura për Allahun, që përmendën këtë transmetim me sjell gëzim, mja sjell gëzimin në zemrën e një muslimani. Nuk ka vepër më të dashur tek Allahu. Këtë transmetim ja filloi në formë të përgjithshme. Njerëzit më të dashur tek Allahu janë ata që janë më të dobishëm për tjerë, por tash po e detajzon çfarë vepra. Po ja fillon fillimisht me veprën e parë, më e dashur tek Allahu është me fut gëzim në zemrën e vllaut tonë musliman. Andaj që s'ka vepër më dashur tek Allahu. S'ka më mirë se ti me fut gëzim në zemrën e muslimanit. Edhe tash jemi në aktualitetin e Bajramit, këtë mund ta përjetojmë të gjithë. Prej dine që vepra më e mirë në këtë Bajram, që mundi me ba, është me u fut gëzim njerëzve. Duke ja fillu prej prindërve, duke ja fillu prej vllaut e motrës, teza, hala, dajve, agjallarve, e gjyshit e gjyshave, e farefisit në përgjithësi, e njerëzve gjithë dhe kur do që ta kanë rrugë, mi a thonë një shprejhet mirë, një përhaj Bajram, një dhurat me shkep, edhe dhurata me shkep në Bajram është shumë një gjë e vleshme. Pejgamberi alayhi salatu thotë të hadu të habu, shpërndani dhurata do të duhen një njëri me tjetrin. Dhe edhe kjo është një gjë shumë e vleshme që mi qu dhurata njëri tjetrit në Bajram. Me pak fjalë, çdo gjë me të cilën ti manifeston këtë ditë është gjë e preferueshme. Po vepra më e dashur tek Allahu është me sjell gëzim në zemrën e muslimanit, pastaj thot, mja lehtësu vështërsitë, me çliru nga vuajtjet e shqetësimet. Por edhe kjo me çliru një musliman nga vështërsitë, në cilat ai është, edhe kjo është prej vepra më të dashura tek Allahu i Madhëshëm. Sa që profeti alayhi salatu me një transmetim tjetër thot, men yassara ala mu'assirin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah. Kush ja lehtëson vllaut ti, Allah ka mja lehtësu atij edhe në dunja edhe në ahiret. Don shpërblimi edhe dënimi gjithmonë sipas llojit veprës. Kush ja lehtëson tjerëve çështjet, Allah ja lehtëson atij. Kush ja vështirëson tjerëve, Allah ja vështirëson atij. E kështu me radhë. Shlyerja e borxhit. Edhe kjo është prej vepra më të dashura tek Allahu, mja shly vllaut tan një borxh. Na e dim, na e kemi parasysh se çfarë shqetësimi shkakton borxhi për individin. Çfarë tmerre, çfarë ankthi, çfarë stresi shkakton njeriu kur është i zhytur në borxhe. Sidomos kur njerëzit huadhënësit ja kërkojnë borxhin e kë nuk ka mundësi me ja la ata. Dhe për vepra më dashura tek Allahu është që ti mja la borxhin vllaut tan musliman. Kjo larja e borxhit bëhet në mënyra ndryshme. Mënyra e parë është që ti mja la ata total borxhin. Mënyra e dytë është mja lek një pjesë borxhit. Kjo është nëse ti nuk je ai që ja ke dhënë huan. Kurse nëse ti je ai që ja ke dhënë huan, atëherë ki argumentet shumë të se me arrit këtë shpërblim. E para është mja shty afatin e borxhit. E para është mja shty afatin e borxhit. Vjen afati, për shembull, e keni saktuar me filan datën, ai me ta la borxhin, e shet që nuk i ka mundësi t'ja shtyn. Edhe një vjet ose ku e diun me muaj ose si do të shet udhës. Kjo është mënyra e parë. Mënyra e dytë është mja shlyj një pjesë borxhit, më thonë, tash e tutje vetëm gjysmën e borxhit. Sa i vjen për shembull thotë, kam mundësi vetëm gjysmën e borxhit me ta la. Edhe ti thon rregull, gjysmën e ki halal, ma paguaj vetëm gjysmën. Edhe kjo vepër shumë e dashur tek Allah. Mirë, po më e dashur tek Allah dhe më e mira për ata që kanë mundësi dhe nuk dëmtohen, kjo është mja fal krejt. Aja është një vepër që definisht vështirë është me gjetë një vepër të tillë. Sa që një person në ditën e kiametit vjen edhe nuk ka asnjë vepër të mirë. Asnjë vepër të mirë nuk ka. E vetmja vepër të mirë që ka është që thotë sa herë që ka orë ndonjë bërçli edhe ka pa që po mundet me la, ka thonë te ka një. Allah thotë
edhe unë po ta te kaloj. Se unë jam më parsor me ta te kalu ty se sa ti që ja ke te kalu tjera. Edhe e falë Allah. Prandaj edhe shlyerja e borxhit është për vepra më të mira. Pastaj kemi ushqyerja e të uriturve. Edhe ushqyerja e të uriturve është prej vepra më të mira, më të dashura tek Allahu i Madhëshëm. Edhe mos të mendojmë se tash në kohën aktuale nuk ka njerëz të uritur. Jo, edhe në këtë kohë ekzistojnë. Ndoshta ekzistojnë më pak se në kohët e mëhershme, por megjithatë ekzistojnë. Ka edhe në kohën tonë njerëz të uritur. Edhe mos poshtë në vendin ku jeton mund të ketë pak më larg me ndaj komunë tjetër, me ndaj fshat tjetër, me ndaj shtet tjetër, apo me ndaj kontinent tjetër. Tash është ba mundësia, ba mirësi shumë e lehtë, mundesh me një kontinent tjetër me thu ndihmat humanitare me një lehtësi të madhe. Virtyti i plotësimit të nevojave të njerëzve. Përpjekja për të ndihmuar vëllain musliman, të shkosh me të për të plotësuar nevojat e tij është më e vlefshme se të qëndrosh në adhurim për një muaj në xhaminë e Medinës. U përmend më herët në transmetim që Muhamedi alayhi salatu wasallam tha që mja kryen një shërbim, një vllau tim është më e dashur se sa me qëndru një muaj itikaf në xhaminë time. E kjo është një shembull i asaj që e përmendëm më herët, dobia e përgjithshme dhe dobia individuale. Itikaf çka i bën? Itikaf është me u izolu ti në xhami. Është sunet me qëndru në xhami 10 natë të fundit të Ramazanit, me u izolu. Shumë vepër e dashur tek Allahu. Mirë po, këtu po thot pejgamberi alayhi sallam, më e dashur për mua është një shërbim ja kry një vëllai musliman, sesa një muaj me bë itikaf, një muaj me u izolu ti në xhami. Çfarë xhamie? Në xhami të rëndomt? Jo, në xhamin e pejgamberit alayhi sallam, në të cilën xhami një namaz është më i vlefshëm se 1000 namaz. Imagjinoj, që 30 ditë kemi falë ka 5 vakte në xhamin e pejgamberit alayhi sallam. Çdo ditë 5 vakte, 5 herë 1000, 5000. Tash 30 herë 5000, sa po i bën 15000 apo. Sa 15000 namazet e kemi arrit shpërblimin nëse qëndron itikaf në xhamin e pejgamberit alayhi sallam. Edhe plus ka kemi bë adhurime ndryshme, kemi rujt për gjunave, por se pejgamberi alayhi sallam po thotë, mja kryen një shërbim vëllau të musliman, është më dashur për mua se çka se çto 15000 namaze, se sa me qëndru një muaj itikaf në xhamin e pejgamberit alayhi sallam. Shikoni sa e dobishme, sa e rëndësishme është mja kry nevojat njerëzve, mja kry shërbimet. Por ta shikoj pse është kjo, përveç asaj që është dobia e përgjithshme, është një arsye tjetër, që kjo është e urrëtur për shpirtin. Shpirti s'ka qef, mja prish qetin, mja prish rahatin, mja prish komoditetin. A mja kry shërbimet njerëzve është një gjë që shkakton, ka mundësi shkakton stres, ka mundësi që shkakton diskomfort, ta prish komoditetin, dushmeje, s'ko e di me çfarë shërbimi kryen administrativa, me dokumenta, me pagesa, me nevoja, me dëgju hallet. Pra është një vepër që kërkon diskomfort, edhe kjo është arsye pse është vepër më e dashur tek Allahu. Vlera e tij mbi adhurimin. Pra vepra humanitare mund të kalojnë në shpërbim disa adhurime. Kjo është shpreha adekuate. Se në esencë normal që adhurimi është vepra më e mirë, sepse neve Allah na ka kriju që ne ta adhurojmë atë. Allah i Madhëshëm thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjinët e njerëzit vetëm se të më adhurojnë. Mi fal farzet, nuk ka vepër më të mirë. Mi fal 5 vaktet. Kjo është vepra më e mirë, dhe s'ka asnjë vepër që afrohet. Se pejgamberi alayhi sallam kur pyetet cila vepër më e dashur tek Allah, thot namazin në kohën e vet. Pastaj e pyet cila, thot respekti prindve. Pastaj e pyet cila, thot përpjekja në rrugën e Allahut. Prandaj vepra më e mirë është fillimisht me adhuru Allahun e Madhëshëm me namaze, me farze kështu. Po pas kësaj disa vepra humanitare o kalojnë disa adhurime, siç e përmendëm adhurimet vullnetare, që është namazi natës, që është agjërimi vullnetare, që është itikafi,
mi kry nevojat njerëzve është më e mirë se sa kjo. Është më e mirë se sa kjo. Dhe është interesant që profeti alayhis salam me një hadith sakt thot nuk ka zili vetëm se ndaj dy personave. I pari është ai i cili Allah i ka dhënë dije, i ka dhënë urtësi dhe i mëson njerëz dhe gjykon me ta dhe bën pajtime. E i dytë është ai i cili i ka dhënë Allah pasuri dhe ata e jep ditën e natën ku është rruga e drejtë. Po vetëm këta dy njerëz po lejohet ti mi pas një farë me zilim kuptimin që me dash me konë sikur ata. E dyja kur ta shikojsh janë dobi të përgjithshme. E pari po kujdeset për shpirtat e njerëzve duke i mësu, duke u eduku, duke u mësu fenë, duke u mësu rrugën e drejtë. E i dyti po jep pasuri, po kujdeset për trupat e tyre, po e shpenzon ndaj jetima, ndaj dvejave e kështu me radhë. Qëndrueshmëria e këmbëve në ditën e gjykimit, nga shpërblimet e Allahut për ata që përpiqet për nevojën e vllaut të tij, derisa ajo të plotësohet. Pra, u përmend më herën në transmetim që kush ja kryen nevojë vllaut të tij musliman në shërbim, Allah i madhërisëm do t'i forcoj këmbë në ditën e gjykimit. Pra, këmbë kur ta kalosh urën e siratit. Virtyti i përmbytjes së zemrimit dhe kontrollimit të tij. U përmend në transmetim edhe çështja e përmbajtjes të hidhrimit. Sa më rëndësi është kjo? Nuk më din njëri cila është më e rëndësishme se tjetra. Mbulimi i defekte, do aty në transmetim thot kush e përmban hidhrimin e tij, Allah ja mbulon mangësitë e tij. Kush e kontrollon veten gjatë hidhrimit, Allah janë mbulon të meta. A e kundërta, kush nuk e nal hidhrimin, kush e shfryn mletin, Allah ja zbulon të meta. Shikoni, ai cili e shfryn mletin, se sa belaja në zemrat person, sa e keqja, sa mangësia, sa fatkeqësia e ka pat njeri që e shpreh hidhrimin. Se njeriu gjatë hidhrimit nuk e ka më vetën kontroll. Ata më nuk e ka vetën kontroll. Shejtani e merr ata në kontroll. Edhe lun me ta siç lun maca me minën. Pra të arsye, ai i cili e ndal vetën gjatë hidhrimit, atij Allah kam ja mbulu të meta. Kam ja mbulu mangësitë. Edhe këtu kur është fjala të ndalja e hidhrimit, me një transmetim profeti alayhis salam i ka pa një dy njerëz duke bë mundje do më kap me rrëzu njëri tjetrin. Edhe kanë thonë filan personi sa i fuqishëm, askush nuk po mundet, faktikisht mi asit shpinën në tokë. E pejgamberi alayhis salam thotë, a dini kush është më i fortë? Thotë, nuk është i fortë ai i cili i rrëzon të tjerë. Po i fortë është ai i cili e nal veten gjatë hidhrimit. Çka është fuqia e vërtetë? Fuqia shpirtërore është ajo e vërtetë, jo fuqia fizike. I fortë është ai i cili e nal veten gjatë hidhrimit, jo ai i cili rrezon të tjerë. Edhe zakonisht e shet ata njerëz që janë shumë muskuloz, kur ta shikoj shpirtërisht janë më të dobët. Pak me kqyr shtremb më njëherë faktikisht hidhrohet edhe e shpreh atë mletën e tij. Nuk kanë gjendje as pak me kontrollu mletën. Kurse ka njerëz që ka mësi shumë dobët fizikisht, mirë po e kontrollojnë veten. Këta janë të fuqishëm. Çka është i fuqishëm? Ai që e nal veten gjatë hidhrimit. Edhe kur është fjala te hidhrimi, subhanallahu, ju e keni dëgjuar edhe vet lajmet po imin në ngjarje gjithë aktualitet, shumë janë shtu vrasje të kohëve të fundit. Pse ndodh vrasja kur ta këqesh? Pse ndodh vrasja? Për vetëm arsye për shkak të hidhrimit. A mund ndodh vrasja, po flas vrasja me qëllim, se gabimisht të mundesh me shkel edhe me automjet. Nuk e sheh shkel këmbësorin e vrat, po ti nuk e ke vrarë me qëllim. Po me qëllim, a mundesh me vrarë njeriu veç se kur ti je i hidhur? Nuk mundesh. Pra rezultati, pasoja e hidhrimit po të çon deri edhe në vrasje. Prandaj shumë kemi nevojë këtë aspekt me punu me veten, me përbajt hidhrimin, me kontrollu veten, që të shkollë gjithë kohën Ramazani është mundu që të me edukaj neve.
Edhe me një rast ka unë një person të pejgamberi alayhis salam edhe ka thonë me përësit diçka. Pejgamberi alayhis salam ka thonë mos u hidhra. Ka thonë përësitëm diçka, mos u hidhra. Përësitëm diçka, mos u hidhra. Nuk i jep përësit tjetër. Thotë mos u hidhra, mos u hidhra, mos u hidhra. Edhe kë sahabi e merr atë këshill sinqerisht, edhe në fund jetës ti, thot, krejt hajrin ja këm pasë saj përësit. Krejt hajrin ja këm pasë saj përësit. Lëmja i cili e na lidhrim. Se këto jashe mas pa e hajrin vetës, se hidhrimit të sos për mrena. Pas ta jashe hajrin dhe familja jote, se a i cili është i zemrum, a i ka mos jelë vrasht, ndaj gruas, ndaj fëmijëve, ndaj prindve, edhe kush s'ka me dashur ata. Pastaj ka mos jem vrasht në komunikacion, pak mja prish dikush janë nisë shallën e pyne, hinë belar. E ku dhe qofsh, të manë, faktisht, hidhrimi është me dërtet bela e male. Bushja e zemrës me shpejs, u përmend në transmetim ai cili e ndali zemrimin dhe pse ka mundësi dhe ka fuqi që me implementu ata, Allah do t'ja mbush zemrën me knasi. Pra, nëse ti e nalë vetën gjatë të hidhrimit, Allah ka me ta jep një knasi shpirtërore, që është knasi shumë ma e madhe se sa ti me shfryjat në lef. Sa e shfryjja në lefit ka mësi të knasë që aty për që aty, ama më vonë ka me vujt pasojat shpirtërore në këtë botë dhe në botën tjetër. Si që të rasti i vrasis që e përmendëm. Nivellet e ndihmës ndaj njerëzve, sjellja e gëzimit. Përmend në fillim që vepra më e dashur tek Allah është me sjell gëzim në zemrën e vllajt tan. E gëzimi futet në buzëqeshje, mos mush më shumë bile në buzëqeshje. Mos mush më shumë në buzëqeshje. Edhe kjo sjell gëzim në zemrën e vllajt tan. Pastaj fjala e mirë, në fjalë të mirë thuja. Ose vizita dhe dhurata. Siç e përmendëm më herët, tash në Bajram është që kjo mas aktualiteti. Buzëqeshje, fjalë të mirë, dhurata, me shtu gëzim, është ditë e gëzimit. Lehtësimi i vështirësive u përmend më herët, ushqyerja të uriturit dhe shlyerja e borxhit. Në fund të transmetimit u përmend edhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme. U përmend çështja tash profeti alayhis salam i përmendje sjelljet e mira. E përmendje rëndësinë e mos sjell mirë me tjerë. I përmendje shlyerjen e borxhit, largimin e brengave, ndaljen e hidhrimit. E këto vepra tjera sjelljet vërtyte të larta morale. Po në fund transmetimit po tha tash po fol për të kundërtën. Po atë rreziku i sjelljeve të këqija. Pasi që foli për vlerën e sjelljeve të mira, tash po fol për rrezikun e sjelljeve të këqija. Çfarë tha? Sjellja e keqe e prish veprën, ashtu siç e prish uthulla mjaltën. Pra, me një fjallë sjellja e keqe të shkatron veprat. Zhvlerëson shpërblimin e veprat mira dhe fshin meritat e tyre, sikur të mos kishin ndodhur kurrë. A e ke pa ti nëse i bën dikujt mirë, ja kryen një shërbim. Ta marrim shembull, ti punon në shtet, në administratë. Edhe tash ja kryen një shërbim dikujt. Një shërbim shumë të rëndësishëm me dokumenta. Po pas saj sjellësh shumë keq me ta. Ai çfarë ka me thonë, ma mirë mos më kishe kry hiç as shërbim, se sa që po ma përmend e po sjellësh keq. Për këtë arsye, kur ta bësh një vepër të mirë, ruaj ata. Që është e ruan me sjellje të mira. Veprën e mirë e ruan me sjellje të mira. Ka sjell pejgamberi alayhis salam një shembull se si sjellja e keqe e prish veprën. Po thotë se çka? Si me i gjujt uthull mjaltës. Me i gjujt uthull mjaltës, a mbetet mo mjalta e ëmbël?
A dyshim që pra vend edhe vetë të shpia, hedhë një uthull mjaltës, edhe këtyre çfarë shije ka me marrë. E kështu është edhe sjellja e keqe. Sjellja e keqe ta prish veprën. Sjellja e keqe ta prish veprën. Ta ja prish asaj ëmbëlsinë. Ashtu siç uthulla e prish mjaltën. Prandaj kemi kujdes këta mjaltën ta ruajmë. Ta ruajmë në vend të ftohtë dhe të errët. Shtu ruhen veprat e mira. Ruhen me rujt, sikur mjalta me fut një vend, me lanë mjaltën diell, ajo e fillon mu prish, apo? Është me lanë një vend që është i freskët, edhe që është i errët. Kështu edhe vepra e mirë ruhet. Vepra e mirë ruhet kur e ruan vend fresk, domthonë me sjellje të mira, dhe të errët nuk e bën për syfaqe. Dëmton marrëdhëniet, rreziku i sjelljes së keqe është që i kput zinxhirt shoqëror. I dëmton marrëdhëniet, ndërprerjen lidhjet njerëzore dhe kërkon dhe krijon distancë me zemra që dikur ishin të afërta. Pra sjellja e keqe i kput lidhjet shoqërore, e prish, e kthen dashurinë në urrëtie, mirëqenien në fatkeqësi dhe ndërlidhjen në shkëputje. Prandaj duhet kemi kujdes të ruhemi prej edukata të këqija, se me vërtet Muhamedi alayhis salam ka thonë më të dashurit për ju tek unë dhe më të afërtit me mua në ditën e ringjalljes janë ata që kanë sjelljet më të mira. Kurse thotë më së largu meje janë ata që flasin shumë, janë ata që flasin me mjedisësi dhe ata që lavdrohen. Shpërblimi për përmbushjen e nevojave të njerëzve në ditën e gjykimit. Angazhimi për nevojat të vllajt, bërja e përpjekja për të ndihmuar nevojtarët. Vazhdimi derisa t'i plotësohet nevojat, mos e braktisësh nevojtarin derisa të zgjidhet problemi i tij. Qëndrueshmëria e këmbëve në ditën e gjykimit. Kur këmbët do të rrëshqasen, Allah do t'i forcojë bamirësit. Pra në transmetim u përmend që ai që vazhdon derisa t'ja zgjidh një nevojë vllau i musliman, Allah do t'ja mbaj këmbët e forta dhe të qëndrueshme në ditën e ringjalljes. Pra në ditën e ringjalljes ne besojmë, fillimisht këta do të me ditë se si musliman është prej shtyllat besimit, me besu që kemi më ringjallë. Çdo eshtra të kalbur, çdo faktisht varreze, shtat vdekurit, Zoti ka më nxjerr pe varre nesër në ditën e ringjalljes. Dhe ai që nuk beson këta, ai nuk ka besuar në fuqinë e Zotit. Ai realisht ka problem me veten e tij, se si nuk ka mundësi Zoti me na ngjall kur ai na ka kriju herën e parë. Na gjithë po pajtohemi kush e ka kriju, diellin Zoti, hanën Zoti, tokën Zoti. Krejt, këto ai e ka vendosur sistemin e rregullën. Po pse po çuditmi tash që ka më ringjallë njëherë pas kataklizmës, pasi që të shkatërrohet gjësia. Çfarë ka këtu për mu çudit? Çka ka mu çudit? Zoti ka fuqi për gjithçka. Ka më na ringjallë, ka më na nxjerr prej varreza për më na gjyku. Sun gjithmonë them, mos të shkon dita e gjykimit, nuk ish pas kuptim kja botë. Shikaj sa njeri po vdes. Sa njeri po vdes edhe nuk po e merr hakun e vet. As bamirësat nuk po marrin shpërblimin e tyre, po as keqbërësat nuk po marrin dënimin e tyre. E dim shumë mirë ai diktatori që ka shkaktuar krime genocid në popullin tonë, se si ka vdekur, ku e mor ai dënimin. Ata konë më herët një pagan, një idhujtar, i cili ka thonë që s'ka kthejnë këtë. Që që kjo është fjale e idhujtarë, nuk ka fjale musliman në kjo, që s'ka kthejnë këtë. Edhe i kishë pas thonë që s'ka kthejnë këtë. Edhe i ka orë lojme pas dhe ditëve që një kriminal shumë i keq, ishë pas vdekë shumë kalaj. Edhe i kanë thonë, që re filoni shumë i keq, i padrejt su në mëqarë ditë shumë kalaj, të thema heret që s'ka kthejt një pojë. Edhe ajo konë epso konë një dojtarë, konë i meqëm, ju ka këthy vetës, ka menu, ka unë, do të me pas me i po tjetër që
mirët në të shpërtimi dhe në të shkohen keqëpërsi. E që ka kona i musliman, dhe që ka thirë me menës, dhe që ka menu pak në vete, edhe ka po, do të me pas në e kutje. E që ka në vajzë sot i ka zbejt 3 shpallë që dhërë të vratin, Injilin, Koranin, krejt i ka zbrit me besimin në rinjallë. Edhe me dëvërtit s'ka kuptim kërë, mës të shkon një të rinjallë. Alio, radiallahu anhu, i cili është fjallë i mitës pejgamberët, Ali s'ka me ka thonë një fjallë madhështruhe, ka thonë në këtë botë ka punë, pas ka llogari. Kusë në botën tjetër ka llogari, pas ka punë. Kjo është me 2 fjallë me përshkru, këtë botë e tjetër. Kjo botë është botë e punës. Këtë botë do të me punu. Sa shpesh Zoti e përmend në Kur'an, punëni, se Allah ka një pave i pratikë. Kjo botë është me punu, po çka po thotë, nuk ka llogarin këtë botë. Këtë botë nuk çikohemi, nuk llogarit mirë këtë botë. Shikoni sa të merret, sa krimet, sa xenocide ndodh, po Zoti nuk i çikon këtë botë. Nuk i çikon, se kalon këtë botë punës, jo të llogaris. Mirë, po kur të vdeksen, më mshinet deftere i vepra, mshinet fletora e vepra, edhe mos ka në punë, aty po vetëm llogarit. Që kjo është pak a shumë, kjo bota për më punu, bota tjetër është për më llogarit. Edhe kjo më llogarit për çdo sen, edhe në nivelin e atomeve, edhe në nivelin e molekulave. Kush bën mirë, Allah në pranë thëtë, kush bën mirë sa grima atë do të gjejë, dhe kush bën keq sa grima atë do të gjejë. Ky Zot që e ka vendus rregullin edhe në molekula tash, e keni mësuar kësaj edhe në shkollë, edhe atomi e ka atë elektronin e protonin që sillen, edhe pse i thuajnë bombë atomike për shembull, për shkak se atomi të rregullohet, ata në shpërndohet ai shpërtimin. Ka më që një atom që e prishet rende, bëhet bombë atomike. S'qaj sot që ka vendus këtë rregull edhe në atome, nesër edhe për atome ka në të moderne.